Publikimi i dosjeve të reja lidhur me Jeffrey Epsteinin ka rikthyer në qendër të debatit publik jo vetëm skandalin e njohur të elitave perëndimore, por edhe mënyrën se si pushteti global funksionon në prapasken. Për politologun dhe hulumtuesin palestinez Raja Abdul Haq, kjo nuk është një histori e izoluar mbi devijime individuale apo rrjete sekrete, por një reflektim i strukturave më të thella të perandorisë moderne perëndimore. Në analizën e tij, Abdul Haq argumenton se obsesioni publik për të identifikuar emra që shfaqen në dosjen e Epstein rrezikon të humbas panoramën më të madhe. Sipas tij, fokusi mbi individët krijon një narrativ që shfaqson institucionet. Ky obsesion me pyetjen kush është në listë vendos një perde devijimi individual dhe shmang analizën strukturore të pushtetit, shkruan ai, duke shtuar se rrjeti Epstein nuk duhet parë si një anomali, por si një manifestim i mënyrës se si funksionojnë elitat globale. Një pjesë e rëndësishme e analizës së Abdul Haq është kritika ndaj teorive konspirative që dominojnë diskursin online. Sipas tij, interpretimi i marrëdhënieve ndërkombëtare përmes narrativave të shantazhit apo komploteve të fshehta e deformon realitetin politik. Ai argumenton se narrativa që paraqet mbështetjen amerikane për Izraelin si rezultat të presionit apo shantazhit nga aktorë të jashtëm është analitikisht e dobët. Në vend të kësaj, Abdul Haq thekson se aleanca SHBA-Izrael duhet kuptuar si një partneritet strategjik i rrënjosur në interesa materiale dhe ideologjike. Perandoria nuk ka nevojë të shantazhohet për të mbështetur projektet e saj strategjike, thekson ai. Izraeli funksionon si një post kyç i hegemonisë amerikane dhe një laborator ushtarako-industrial në rajon. Në analizën e tij, politologu palestinez vendos zhvillimet aktuale në një kontekst historik më të gjerë. Ai argumenton se politika jashtme amerikane nuk mund të kuptohet pa marrë parasysh historinë e kolonializmit dhe zgjerimit imperial. Sipas Abdul Haq, nga zhvendosja e popullsive indigjene në kontinentin amerikan deri te konfliktet moderne në lindjen e mesme, ekziston një vijimësi e logjikës së pushtetit. Gjenocidi në Gaza nuk është një devijim nga historia e perandorisë, por shprehja e saj bashkëkohore, shkruan ai, duke shtuar se mbështetja për projektin kolonial të vendmanimeve nuk ndryshon me rotacionet politike në Washington, sepse lidhet me interesat strategjike afatgjata. Një nga temat kryesore që përshkon analizën është koncepti i çnjerëzimit. Abdul Haq argumenton se çnjerëzimi është një mekanizëm themelor që lejon si dhunën shtetërore, ashtu edhe krimet e elitave. Ai vëren se në diskursin politik, palestinezët shpesh përshkruhen si kërcënim demografik apo si kategori abstrakte sigurie, duke krijuar një justifikim për dhunën. Në momentin kur një popullsi reduktohet në objekt, eliminimi i saj paraqitet si domosdoshmëri logjistike dhe jo si krim, shkruan ai. Në mënyrë të ngjashme, sipas analizës, viktimat e rrjetit Epstein u trajtuan si objekte të konsumueshme brenda një sistemi elitist që normalizonte shfrytëzimin. Abdul Haq argumenton se lidhja me skandaleve të elitave dhe politikës globale nuk qëndron në konspiracione të fshehta, por në një botkuptim të përbashkët të pushtetit. Nuk kemi të bëjmë me një shoqëri sekrete që ka rrëmbyer shtetin, thekson ai. Kemi të bëjmë me një klasë që e sheh shfrytëzimin si pjesë të natyrshme të rendit global. Ai paralajmëron gjithashtu kundër përdorimit të narrativave antisemitike për shpjeguar korrupsionin apo krimet e elitave, duke argumentuar se ngatrimi i judaizmit me sionizmin shërben për të shmangur përgjegjësinë e strukturave perëndimore të pushtetit. Një tjetër element kyç i analizës është roli i mediave sociale dhe ekonomisë algoritmike në formësimin e perceptimeve publike. Abdul Haq vëren se narrativat senzacionaliste dhe teoritë e pabazuara shpesh marrin më shumë vëmendje se sa analiza strukturore. Sipas tij, kjo krijon një devijim nga realiteti material i konfliktit. Kur diskursi dominohet nga mite apo histori të fabrikuara, arkitektët real të dhunës fshihen pas mjegullës së dezinformimit, argumenton ai. Në përfundim, Abdul Haq e sheh Gazën si një moment që zbulon natyrën e vërtetë të rendit ndërkombëtar. Ai argumenton se mbështetja për operacionet ushtarake nuk është një reagim emocional apo aksidental, por një vendim strategjik i lidhur me interesat e sistemit global. Perandoria amerikane nuk po shantazhohet për të mbështetur gjenocidin, shkruan ai. Ajo po kryen funksionin e saj historik. Për Abdul Haq, dosjet Epstein dhe shkatrimi i Gazës nuk janë histori të ndara, por dy pasqyra të së njëjtës strukturë pushteti. Njëra tregon fytyrën private të elitave,
ndërsa tjetra zbulon dimensionin publik të politikës globale. Dhe, sipas tij, pikërisht ky paralelizëm duhet të shtyjë publikun të shohë përtej skandaleve individuale dhe të analizojë mekanizmat e thellë që prodhojnë dhe normalizojnë dhunën në sistemin ndërkombëtar.